Jemi rikthyer dhe në fakt ndoqet edhe një mini biografi për regjisorin Gent Çajani, I cili është sigurisht edhe producent, edhe poet dhe shumë gjëra të tjera me të cilin do të flasim sot, por nuk do të fokusohemi vetëm tek profesioni I tij apo profesionet e tij nëse mund t'i quaj, por do të flasim edhe për jetën përtej skenës, sepse gjithmonë jemi kurioz të dimë se çfarë ndodh përtej dritave të skenës, pra në jetën e këtyre artistëve. Tashmë e kam Gentin këtu në studio dhe sigurisht do të vazhdojmë bisedën. Gent, faleminderit shumë, mirë se erdhe, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Prizma. Faleminderit edhe vësh kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua. Gent, unë dua që sot të flasim jo vetëm për ty si regjisor, pra nuk do të flasim vetëm për shfaqjet, nuk do të flasim vetëm për punën tënde, por do të flasim pak edhe për jetën, për rrugtimin, çdo gjë që ka të bëjë edhe për te skenës. Pra do të flasim gjërat të cilat sigurisht ti don që ti ndash. Më thuaj një herë të fillojmë me rrugtimin tënd ose me fëmijërin tënd, në fakt do kisha filluar. Si ka qenë Genti fëmijë? Çfarë fëmije ke qenë ti? Një trazovaç I vogël. Elena përshtypje. Faleminderit të si kompliment. Kam qenë shumë kreativ, jam mundu ta nxjerrja kreativitetin tim në çdo aspekt. Qoftë duke luajtur në lagje, duke zbuluar loja të reja, duke u kënaqur normal kom pas një fëmijë shumë interesante. Shqyqyr se fëmijët të sot shumë kur I shoh janë shumë bëjnë dallime ato tonë, sepse nuk luhet jashtë, nuk isha duke bë aktivitete, ndërsa ne kemi pas komplet ndryshe. Krijonim loja, edhe gjatë kohës duke qenë në shkollë jam munduar të nxjerrë kreativitetin tim prej te gjuha shqipe, për shembull shkruaj poezi. Me sportin normal kam qenë mirë, jo keq. E kam dashur shumë artin figurativ, artin muzikor, aty jam gjithmonë I fokusuar. Nuk e di pse, është natyra ime. Njëjtë edhe gjatë kohës së lirë, kur shkoja në shtëpi mundohesha që të nxjerrë diçka tjetër. Qoftë të recitoj, të këndoj, e dua shumë muzikën. Më inspiron. Nuk e di, ka shumë gjëra që mund të flas për këtë, sepse është një kohë shumë e gjatë, një rrugtim I gjatë, po. Por që ke nostalgji kur kthehesh në ato në fëmijërin tënde, për shembull, ose kur I shef ato fotot, se ne ndryshe e kemi situatën, le të themi, këto fëmijë tash krejt në telefon I shohin krejt gjërat, ndërsa ne kemi vetëm disa fotografi të disa momenteve, nuk është çdo moment e kemi të incizuar apo çdo moment e kemi të fotografuar dhe me siguri që ke nostalgji shumë të madhe kur I shef ato momentet, ato fotografi si I vogël. Absolutisht, biles jam me fat te kjo pjesë, sepse mami më ka qenë shumë e apasionuar pas fotografisë dhe është munduar të shkrep çdo moment të saj me ne. Kështu që kam shumë fotografi. Besom që janë fotografi të premtuara, që janë plotë për plot të mbushur albumet. Edhe normalisht që kënaqem edhe më çojnë te ai moment kur I kujtoj. Edhe për mua është tepër mirë sepse edhe më ndihmon edhe në kreativitet ndonjëherë, që të kujtoj diçka që ta nxjerrë ndoshta edhe në ndonjë produkt është shumë interesant. Të nxjerrësh diçka nga fëmijëria jote për të krijuar diçka të re. Absolutisht. Pra këtë kreativitetin e ke pasur që fëmijë, pra siç duket është që në lindje, por di që e ke edhe për fotografi, pasion edhe për fotografi, siç duket e pas ke marrë nga mami këtë. Absolutisht. Po, e vërtet. Duke qenë se ke qenë kreative dhe me siguri që ke qenë ai fëmia që gjatë gjithë kohës ke dashur të bësh diçka të re, të kërkosh diçka të re, çfarë të ka bërë ndryshe nga fëmijët të tjerë, të cilët diçka që të ka veçuar gjithmonë, edhe që të kanë thënë edhe shokët, që ti je pak më ndryshe, je kështu, je ashtu ose diçka. Absolutisht, jo vetëm shokët. Interesant është kjo pjesë, sepse unë jo vetëm që jam komplimentuar nga shokët, shoqëria, familja, po ka pas raste ku jam dukte për çuditshëm nga ana e tyre, sepse ndonjëherë një person kreativ është pak më I çuditshëm dhe ju tingëllon diçka jo normale kur jep një ide. Bullizohesha shpesh nga shoqëria në shkollë, biles ka ndodhur të bullizohem edhe nga arsimtarët edhe mësuesit. Që në atë kohë bënte shumë përshtypje dhe normal munduesha që ta mbylli këtë pjesë, mos e shfaq sepse me të vërtetë që ka problem, se një fëmijë nuk e din çfarë është mirë, çfarë është keq dhe mendon se jetë duke bërë diçka keq. Edhe këto momente kanë qenë pak të vështira kur dikush mundohet të ta mbyllët pjesën e lirisë tënde, sepse liria është
besoj vlen më shumë se çdo gjë. Edhe tash, normalisht, edhe gjatë kësaj kohe kam problem të shfaq atë që mendoj, sepse keq kuptohesh. Ndonjëherë edhe mirësjellja shihet si dobësi tek ne. Po besoj që me kohë do ndryshoj. Unë për vete reagoj për çdo gjë. Çfarëdo aspekti tjetër, nëse shoh një parregullsi, padrejtësi, e kam atë shpirtin rebel, reagoj gjatë gjithë kohës edhe mundohem t'i vetëdijsoj njerëzit sepse kjo është liria e fjalës dhe duhet përdoret. Jo për keq flas, për mirë, që të ndryshojmë diçka. Sigurisht. Dhe po, e di që në fakt edhe ti aktiviste, përmenda edhe tek biografia është përmendur sigurisht e panë edhe shikuesit e dëgjuan, ku kam folur pak edhe për atë pjesën që ti ke qenë aktivist, ke marrë pjesë në shumë organizata jo qeveritare, që ka pas aktivitete të shumta, që ka pas të bëjnë me në lidhje me shoqërinë tonë, pra ndryshime që duam t'i shohim në shoqëri dhe në vendin tonë. Të ndalem pak edhe tek pjesa e bullizmit. Si ke dalë prej kësaj? Domethënë, je bullizuar the që edhe ndoshta edhe nga arsimtarët edhe nga të tjerët, por megjithatë ti ke vazhduar atë tënden, sepse bullizmi edhe sot në ditët e sotme dhe është një temë shumë delikate në fakt, që mbas edhe pak diskutohet, edhe nuk i vendohet shumë rëndësi, por që duhet i vendohet shumë rëndësi, sepse shumë fëmijë e kanë përballen me këtë problem dhe nuk arrin të vazhdojnë atë që duan vetëm për shkak se dikush tjetër i bullizon. Pra më thuaj ti si ke dalë nga kjo, kështu që për t'i motivuar pak a shumë edhe ato që mbase e ndjen këtë në lëkurën e vet. Unë të drejtën mundohesha të reagoj, po si një fëmijë nuk ka aq fuqi të reagosh, sepse bullizuesit janë ata që bullizojnë në shtëpi dhe shfaqin tek të tjerët. Është diçka çështje edukate. Po këtë e kam kuptuar më vonë, nuk e kam ditë se si shkon. Po është te vetja një gabim që nuk e dija se është gabim nga ana e tyre, sepse për mua është gjë normale. Ishte realiteti im dhe vazhdon të jetë. Nuk e di, edhe u mësova një kohë, edhe pash se nuk ka rëndësi për shoqërinë, bën ose nuk bën diçka, ato gjithmonë mund të flasin. Kështu që do gjejnë diçka për të të penguar ose për të të kritikuar. Mirë, po kjo lën trauma tek njerëzit, pastaj të çon në një, nuk e di, në një mbyllje të vetvetes. Ne në shoqëri kemi pafund raste, pafund dhunë psiqike dhe fizike për institucione si shkolla, qerthe, edhe universitet, pse jo. E vërtet. E përmenda e the në fakt edhe shumë mirë e theksove në fakt që personat që bullizojnë zakonisht janë personat të cilët janë të bullizuar, por që nuk mund të shfaqin, le të themi, nuk mund të ruajnë veten tek ato persona që i bullizojnë dhe vazhdojnë të i bullizojnë të tjerët. Janë të pafuqishëm tek ata që bullizojnë dhe mundohen ta shfaqin tek njerëzit që tek viktimat, le të themi. Po, gjejnë viktimat. Po, unë nuk isha viktim, unë e shihja vetëm si një gjykim të vogël, ose si një tërheqje vërejtje. Nuk është, ose e tek edhe më herët jam një shpirt shumë rebele dhe nuk është se më bën përshtypje çka thot dikush tjetër, unë prapë se prapë. Ti me ato do shkon. Normal, sepse një jetë kemi dhe duhet ta jetojmë, pavarësisht kush çfarë mendon. Dhe ashtu duhet jetë, në fakt, ashtu duhet jetë, sepse nëse fillojmë e the edhe ti që si do që të bësh, qëfar do që të bësh në jetë, dikush do dalë që do t'i pengoj ose do t'kritikoj, kështu që do t'i bëjmë gjëra që duam, prandaj po japim edhe këto mesazhe sigurisht. Po, temperamenti, askush nuk mund të jetë njësoj dhe kjo është e bukura e jetës edhe njerëzve, dhe kjo më inspiron më shumë. Po. Unë ndryshe nuk do mund ja të krijoj nëse nuk do kishin ndodhur këto gjërat. Nëse do ishin gjithë njerëzit njëjtë, nuk do. Absolutisht, do ishte shumë boring. E vërtet, e vërtet. Më thuaj, ka ndonjë kujtim nga fëmijëria që gjithmonë e kujton, pra edhe kur flet me shoqërinë, me familjen, me njerëzit e afërt, një kujtim, sigurisht që ka shumë kujtime, sepse fëmijëria dihet që ka shumë kujtime, por një kujtim që sot mbase e sheh ndryshe. Atëherë ke parë ndryshe, ke menduar që ka qenë diçka wow, ose ke menduar që s'ka qenë diçka wow, po që tash e mendon, diçka që sot e sheh ndryshe, një kujtim që gjithmonë e përmend, gjithmonë e kujton. Nuk. Të gjitha kujtimet janë pjesë e shpirtit tim dhe e shpirtit tim krijues, do kisha thënë. Nuk e di nëse do kisha veçu diçka, që të gjitha janë qoftë e mirë, qoftë e keq, janë kujtimet e mia. Edhe këto më ndërtojnë si njeri dhe më japin një si të them,
Motivim, frymëzim, po. Faleminderit. Qa do kësha the kështu? Po Tetovën më thuaj pak, duke qenë se ti e nga Tetova. Tetovën si e kujton si fëmijë Tetovën dhe në krahasim me atë si e sheh sot Tetovën ti? Tetovën unë e kam pikë Edhe nga ana dobët, sepse artistike e është kulturore. pjesë e imja, kam lindë në Tetovë, Tetovare duj përkrah gjithmonë. Pavarësisht gjithë shkaje, unë e du shumë atë vend, edhe besoj që kam kontribuar në shoqëri, po do vazhdoj të kontribuoj derisa frymoj. Edhe do doja që në qoftë se do më jepet gjithmonë mundësia të kontribuoj tek pjesa e kulturës më shumë, edhe tek të rinjt, edhe tek fëmijët, sepse i dua shumë. Vendi im është pika ime e dobët, tek ai pallat kulture, edhe teatr, se jemi shumë institucione brenda një godine, në ndërkohë që presim gati 20 vite të ndërtohet teatri. Ne aty kemi dhënë shumë, po unë jam rrit tek ai pallat. Gjithmonë ka bërë përshtypje si godinë, edhe gjithmonë kam dashur të jem pjesë e atij vendi, sepse nuk është vetëm vend, është shpirt, është shumë sende janë brenda. Kam qenë në vallëzim, kam qenë në korë të qytetit, jam marrë me shumë aktivitete që fëmijë, edhe kjo ju bën të përshtypje edhe prindërve të mi, edhe normalisht që më dhanë atë përkrahjen e duhur që unë të vazhdoja aty, dhe kanë sakrifikuar shumë, si shoqëria ime e ngushtë edhe familja ime që unë të arri diku. Edhe ju jam shumë falenderues për këtë pjesë, edhe tetovarëve sigurisht. Nuk do e veçoj vetëm Tetovën, normalisht e kemi qytetet e tjera që më kanë dhënë një përkrahje, por për Tetovën do kisha dhënë shumë. Sigurisht, sepse edhe vendi yt ndryshe është kur përkrahjen e merr nga vendi yt. Sado që vendet e tjera të t'japin përkrahje, besoj që ndryshe është kur qyteti yt të frymëzon, të motivon më tepër dhe ta jep atë përkrahjen që ti ke nevojë, sepse aty e rrit dhe njerëzit i njeh, e dinë se çfarë duan edhe e dinë se çfarë don ti të shohësh për atë qytet. Absolutisht, unë dua shumë, edhe pse Tetovën janë munduar gjithmonë ta dëmtojnë, nuk e di pse. Ka pas shumë, por Tetova është një fryt i shumë njerëzve të suksesshëm, të mos e harrojmë se aty është luftuar për të bërë një universitet edhe shumë gjëra tjera, edhe është besoj një urrë lisë e shoqërisë shqiptare në vend. E vërtet. Dhe vendi kulturës, duhet të themi, sepse tash mbase nuk janë mjaftueshëm, por aktivitete kulturore ka të shumta dhe mendoj që kulturën dhe traditat tona shqiptare, Tetova është një nga vendet që i mban gjallë këtu në vendin tonë. Sigurisht edhe vendet tjera kontribuojnë te këtë, rruga patjetër Shkupi edhe të gjithë të tjerat, por që edhe Tetova me të vërtet ka një rol kyç edhe në këtë pjesë. Duke qenë se ti ke lëvizur gjatë gjithë kohës edhe në vendet jashtë, në Shqipëri, në Kosovë s'diskutohet. Më thuaj pak paragjykimet, cilat kanë qenë ato paragjykimet që ti kanë thënë kur ke thënë në momentin që je tetovar? Çfarë kanë qenë paragjykimet e njerëzve që më pas mbase i kanë ndryshuar kur kanë takuar ty? Interesant ka qenë këto eksperienca, sepse kur ju thoja që jam nga Tetova, vërtet habiteshin, po nuk na ke dhënë këtë përshtypje. Dukesh si prej Tetove. Si njihni ju tetovarët, më falni se normalisht që prekesha. Nuk duat që dukusht më shaj qytetin ose vendin ku jetoj, ose shtetin, ose qoftë edhe nacionalitetin. Thash Tetova ka shumë njerëz të mirë, ka njerëz të ndritur, ka intelektual, ka njerëz që japin për shoqërinë, ka edhe artist, ka gjithçka. Normal, është një qytet jo i vogël, ka diku besoj afër 200.000 banor. Normalisht të kesh të gjithë njerëzit nga të gjitha sferat. Por ndonjëherë ndodhin ato paragjykimet ku futen të gjithë në një thes dhe normal që njerëzit pastaj influencohen nga një lajm ose nga dikush dhe mendojnë se të gjithë janë njëjtë, nuk është e vërtet. Por çuditërisht unë jam prit mirë kudo që kam shku, në Sinë, në Maqedoni edhe vendet e tjera. Dhe jam mundu që ja shpjegoj se nuk është ashtu si e mendoni vendin tonë. Sidomos kur bëhet fjalë për artin, arti është ajo që s'ka as nacionalitet, as nuk ka preardhje, le të themi, në art mendoj që bashkohen gjithë dhe nuk diskutohet ai pjesa se prej ku je, po çfarë je, kështu që arti është art dhe vlerësohet ashtu siç duhet vlerësohet. Ti je marrë me poezi, që shumë i vogël, pra ke shkruar poezi, ke lexuar, ke qenë i fiksuar, le të themi, pas librave. A ka qenë kjo edhe një streh, le të themi, ose një shpëtim nga realiteti ku ti e ke gjetur veten aty? Absolutisht që po. Shkrimi ose poezia kam filluar që në shkollë fillore, ndoshta do kisha thënë që kam qenë 5 ose 6 kur zbulova se mund të shkruaj. Kisha një talent.
Më vjen keq që kohëve të fundit nuk kam pas atë inspirim që të shkruaj, po do kisha thënë që kam qenë autodidakt të kjo pjesë dhe momenti më i bukur për mua ka qenë kur të gjithë arsimtarët e gjuhës shqipe të shkollës në Infrashti, ku kam mësuar unë, janë mbledh njerë në një zyrë dhe më kanë thirrur dhe nuk e besonin se që vërtet shkruaja unë këto gjëra. Sepse ishin poezi lirike, që një fëmijë kaq i vogël të ketë kaq shumë shpirt, edhe ndoshta edhe dhimbje brenda. Po ato ishin të momentit dhe normalisht që zhytesha shumë kur shkruaja ose edhe kur lexoja. Isha komplet në një diapazon tjetër, në një botë komplet tjetër. Edhe kjo është e bukur e artit. Dhe dikush njëherë më ka pyet si janë artistët, si e din nëse dikush është artist ose nuk është artist. Që është arti, nuk e di. O e ke ose nuk e ke, është dhunti, është me të lindur, nuk mund të bëhesh. Edhe vetëm ai që është artist e din, është artist apo nuk është artist. Ne kemi dy lloje njerëzish që merren me art, kemi zanatçin dhe artist të vërtet. Kjo është. Sigurisht. E vërtet, në fakt sepse ka shumë punë tjera që mbase duhet punë, mundet të ketë pak talent, por që puna është ajo që të çon aty. Mirë, po tek artistët është ndryshe, sepse jo çdo kush mund ta gjej frymëzimin për të shkruar një poezi, për të krijuar diçka, qoftë një shfaqje, qoftë një film për të bërë, kështu që tek artistët me vërtet duhet jetë e lindur dhe duhet jetë frymëzim. Ku e gjen frymëzimin? Qoftë për të shkruar, qoftë për të krijuar diçka? Tek njerëzit. Unë jam shumë politik ka çështja e artit, sepse merrem me problemet sociale, problemet shoqërore tona dhe mundohem që të ndryshoj edhe pikpamjen e njerëzve, të ndryshoj vetdijen, vetbesimin, t'u heqim frikën, sepse në vendin ku jetohet duhet të ndryshohet. Dhe të mos kemi frikë të themi atë që mendojmë. Sepse ne i shohim si shembull vendet evropiane të perëndimit dhe themi se pse nuk bëhemi ne. Jo, ne bëhemi, ne kemi potencial të bëhemi, veçanërisht me rinin tonë, që sot i kemi gjithçka në dorë. Mund edhe të lexojmë, të marrim informacion nga jashtë, nga të duam. Por çështja është që duhet të jemi pak më të vetëdijshëm në një rast ku shohim ndonjë padrejtësi ose parregullsi, duhet të reagojmë. Është një moto, reago dhe pastaj duhet kesh një feedback të asaj. Do shohim a do ndryshohet diçka ose jo. Por prapë mund të luftosh për gjithçka. Edhe unë e shoh si pozitive këtë çështje, sepse jam gjithmonë për këtë kauzë. Edhe mundohem që t'i bindje edhe të tjerët, se në qoftë se ti sheh se diçka nuk shkon, nëse të bëhet ndonjë padrejtësi, normalisht që duhet të reagosh, pse të frikohesh. Po, shumë e vërtetë. Sepse kemi një jetë dhe nuk duhet ta çojmë dëm. Edhe pse të mos e bëjmë vendin ton, si Gjermania për shembull, si vende që i shohim dhe që i duam. Sepse kam provuar një herë të jetoj në Gjermani. Kam punuar një punë shumë interesant, security, tak që sharatin. Edhe bash diçka që shoqëria jonë e ndërton Evropë. Ndërsa e harrojmë vendin tonë dhe e lëm prapa. Dhe pse duhet ne të shkojmë të ndërtojmë një shtet tjetër, një vend tjetër, megjithatë mund, në ndërkohë që e lëm prapa vendin tonë. Dhe pastaj dalin ato patriotat e Facebookut, nga një vend tjetër shajnë vendin e vetë, dhe kjo është absolutisht gabim. Eja kontribo këtu, sepse si atje si këtu është njëjtë, është vend, është një tokë, një botë. Nëse ti nuk sheh që mund të ndryshohet diçka, pyet, ose mundohu pak më shumë. Po, e vërtet në fakt, sepse nëse gjithë mundohemi, besoj që mund të bëhet se s'ka ku shkon. Absolutisht. Nuk ka ku shkon, çfarë mund të ndodh. Kjo është e vërtet në fakt edhe që thua, që në vende tjera ne i krijojmë, le të themi, ju japim shumë atyre vendeve, pra Gjermanisë. Ti nëse shkon në Gjermani, mbase tash nuk mund ta them kështu si fakt, po që shumë punëtorët më të mirë, le të themi, janë edhe shqiptar. Shpesh takojmë të huaj që na thonë që ju shqiptarët jeni shumë punëtor. Ndërsa ne mbase nuk e mendojmë këtë gjë për vete, sepse në vendin tonë ashtu, japim meriton diku tjetër. Sepse nuk na jepet ajo që e meritojmë. Ajo do na jepet
një ditë ne duhem mos, në qoftë se kemi të shkruar. Nëse insistojmë apo e kërkojmë. Edhe në qoftë se insistojmë normalisht që po nëse në takon diçka nuk besoj që edhe natyra e lejon të mos na jepet. Shumë e vërtetë. Absolutisht që një ditë do kthehet gjithçka. Edhe mendoj se njerëzit duhet ta mendojnë pak më shumë këtë pjesë. Shumë e vërtetë. Kontributi në vendin tënd është ndryshe se sa ç'është të japësh jo vetëm për veten tonë, por për shoqërinë, për gjeneratët e ardhshme, për gjithçka. Shumë e vërtetë. Gent, ti, siç thash, domethënë ke filluar me poezi, fotografia ka qenë një ndër pasionet tua, megjithatë vendose që regjisor, pra të vazhdosh për regji teatri edhe universitetin. Më thuaj si erdhi ky vendim që prej gjithë atyre pasioneve që në fakt i kishe, që pikërisht e vendose për regjin? Gjatë kohës, kur mbarova unë gjimnazin, isha i mendimit të vazhdoj gazetarin, jurnalizmin, sepse me thashe dhe më herët merrem gjithë kohës me probleme sociale, dua t'i zgjidhe të probleme. Kjo është një shpirt artisti, pengon çdo paregullsi. Edhe në qoftë se një artist është rehat, atëherë s'ka krim, nuk ka asgjë. Vendosa të studioj regjin pas një viti pauzë, sepse nuk mundja të vendosë se çfarë do bëj me jetën time. Nuk dija ku të shkoja sepse doja të lidja gjithçka me një vend. Dhe nuk dija ku ta gjeja vend. Kërkoja dhe në një moment merr lajmi se hapet gjenerata e parë shqipe e regjisë teatrit në Maqedoni në Universitetin e Tetovës. Dhe më lindi dëshira që të shkoj të regjistrohem, u pranova. Dhe kështu vazhdoi rrugtimi im artistik dhe jam shumë i lumtur edhe shumë me fat që ndodhi kjo që ndodhi, sepse ka ndalë vetëm 2 gjenerata dhe kaq nuk kishte më interesim. Po shqyqyr që jemi. Vazhdon të jetë ashtu edhe sot që nuk ka interesim për regji teatri? Fatkeqësisht kjo apo? Fatkeqësisht, po edhe fatmirësisht për mua vlen shumë sepse jam gjenerata e parë shqipe. Edhe jam pjesë e historisë, edhe për mua është një gjë shumë e mirë. Të jesh në gjeneratat e para, sigurisht. Gent, ne do të vazhdojmë sigurisht bisedën, por tani do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, me njeri kthehemi. Jemi rikthyer dhe vazhdoj të qëndroj me regjisorin Gent Çajani, me të cilin kemi një bisedë mjaft të këndshme në fakt, sepse nuk po flasim vetëm për rrugtimin apo për profesionin e tij, por flasim për gjithë rrugtimin dhe jetën e tij dhe për gjërat që ai mendon se duhet të ndryshohen edhe në vendin tonë dhe mendoj që ka dhënë edhe mesazhe mjaft të bukura deri tani, por gjithashtu ne gjithsesi do të vazhdojmë edhe me bisedën sepse do të flasim edhe për shumë gjëra të tjera, madje do të kemi edhe surprizë sigurisht. Gent, vazhdojmë ne sigurisht me bisedën, më thuaj sepse mbetëm tek ajo pjesa ku ti e tregove si vazhdove si regjin, pra regjin e teatrit në universitet, duke qenë edhe nga gjeneratat e para shqipe, pra si u hap edhe regjia e teatrit. Më thuaj pak momenti i parë kur përfundove, mbase se ju keni më duket edhe provime gjatë kohës, keni edhe provime që prekenin me teatrin, gjatë gjithë kohës jeni në teatr dhe ti më the që je rritur në teatr. Po. Dhe notat i jepte edhe publiku, jo vetëm profesorët. Pra jeni vlerësuar që në kohë të studimeve, po më thuaj si ka qenë ai momenti i parë kur ti profesionalisht, pra përveç pjesës së provimeve, pra ku je përballur me publikun edhe me notat, po ajo pjesa ku shfaqja jote e parë si regjisor. Interesant është sepse unë e fillova karrierën time me shfaqjen time të diplomës, kur mora 2 çmime. U vlerësova dhe është dhënë gati 14 herë si reprizë e shfaqjes. Edhe e pash që puna ime vlen. Edhe që aty filloi gjithçka mbar, do kisha thënë. Edhe nuk jam ndalur që atëherë. Ka qenë 2019, shumë shpejt. Por për mua është një periudhë e gjatë kohore e një rrugtimi artistik. Jam shumë i lumtur që punova dhe ishte vepra e Edward Albit, Zustori, Tregimin zoologjik, me aktor Rahim Ramadani dhe Berat Mahmuti dhe muzikant Granit Velen që i kishim pjesë të castingut. Jam shumë i lumtur që i kam pas pjesë në projekt. Kemi bërë bashkat që dhe i përshëndes shumë. Kjo ishte fillimi im. Pastaj fillova me shfaqjen e parë profesionale, ka qenë shfaqja të Mallkuarit, që ka qenë musical. Kemi qenë afër diku 20 veta staf.
Pak e rrezikshme për mua ky hap, po ja dolëm ban, ka qenë vepër e Olsa Poshkës, me çmë shumë atë njeri. Është njeri shumë jashtëzakonshëm, dhe ka qenë jo vetëm artistike vepra, po edhe kombëtare, edhe politike, edhe sociale. Po për mua ka qenë edhe ajo sukses. Do të thonë që në fillim kam pasur një hap të mirë, hap të lehtë, si duhet. Me këmbë të mbarë, me këmbë të mbarë, se nuk di si ta shqiptoj. Kjo ishte fillimi, pastaj edhe vazhduam. Edhe shumë shfaqe të tjera, ku ke marrë edhe shumë çmime të tjera. Ndër çmimet ka qenë regjisor më i mirë, shfaqet e tua pra ka pas edhe aktorët të cilët si aktorët më të mirë në festivale të ndryshme, janë përzgjedhur aktorët të cilët kanë qenë në shfaqet e tua, gjithashtu ke marrë edhe një çmim në Vjenë. Pra cili ishte çfarë çmimi ka qenë parafërsisht, se sigurisht e përmendëm edhe në biografi. Isha regjisor i vitit në natën evropiane teatrore në Vjenë dhe presidenti i Austrisë, Alexander Van der Bellen, më dekoroi me një diplom si pjesëmarrës. Normalisht që unë nuk arrita që të fitoja çmim, po për mua kjo është më shumë se një çmim. Dhe çmoj shumë që përbën një hap shumë të madh për mua në karrierën time, dhe jam shumë i lumtur që më ndodhi kjo. Po. Besoj që këto vlerësime të motivojnë edhe më tepër, të frymëzojnë, apo si sheh ti këto vlerësime, çmimet që jepen, ose edhe këto vlerësime si kjo me rastin e presidentit të Austrisë, mendon që për artistët ndikon në motivim, në frymëzim, apo më shumë për ju për shembull vlen edhe duart rrëkitjet e publikut, se sa absolutisht që vlen edhe duart rrëkitja e publikut, absolutisht që vlen edhe kritika çdo kujt, fatkeqësisht nuk kemi kritika as pozitive as negative, unë imi pres të dyhet, sepse ato më ndërtojnë. Po një gjë që më ka penguar mua që gjithë kohës, përkraja ka qenë e dobët. Në momente që ti mundosh të kryesh diçka më ndryshe, edhe ai momenti i përfaqësimit tim të vendit tim, të shoqërisë time në Vjenë, nuk u vlerësua as pak nga askush dhe as nuk u përfol. Edhe pash se... Nga vendasit, apo? Absolutisht. Ka gjithkush. Mendoa që nuk ja vlen ndoshta, më bëri pak të ulët. Të demotivon në një farë mënyrë, apo? Nuk e di, më uli vetbesimin kjo gjë. Në ndërkohë që shoh diçka komplet ndryshe, pa dashur të targetoj dikënd, dikush shkon përfaqëson vendin në një garë sportive dhe bëhet shumë e madhe, në ndërkohë që një artist është përfaq shumë gjëra të përmbledhura brenda, nuk vlerësohet. E çuditshme. Ndodh kjo, po, kjo është e vërtetë që artistët nuk vlerësohen aq sa duhet, dhe shpesh e kemi këtë që ne artistët i vlerësojmë fatkeqësisht pasi ose largohen nga jeta, ose nuk janë postmortum, dhe kjo ka qenë edhe temë diskutimi pas shumë ngjarjeve të fundit që ndodhen edhe në vendin tonë, edhe për artin shqiptar në fakt në përgjithësi. Çfarë mendon se duhet bëhet në këtë drejtim? Ku duhet punohet? Ku është ajo pengesa ose ajo mungesa që kemi, mangësia që kemi në këtë pjesë për t'i vlerësuar artistët derisa janë? Për shembull, edhe ti si një artist i ri në moshë, çfarë mendon që është ajo mangësia që nuk vlerësoheni sa duhet? Nuk do kisha thënë që të shkojë diçka me zor, normalisht, nëse nuk e meriton një njeri një vëmendje ose një përkrahje, normalisht që nuk do ja japim, por në momentin ku ti mundohesh të bësh diçka për shoqërinë tënde, të ndryshosh diçka në vend, absolutisht që jam i pajtimit që duhet të jepet përkrahja, jo vetëm nga njerëzit, jo vetëm nga masa, por edhe nga institucionet, edhe nga gjithkush. Duhet më shumë. Megjithatë, të flasim për përkrahjen pjesa tjetër, përkrahja e familjes, përkrahja e shoqërisë, sa e ke pas ti edhe gjithë përkrahjen, edhe sa e ke, sa vazhdon që ta kesh përkrahjen e shoqërisë, familjes, në çdo gjë, në çdo hap që ti e hedh? Kam përkrahje gjithë kohës, por çka më pëlqen mua që e kam edhe kritikën. Brenda familjes dhe shoqërisë, edhe ajo më ndërton shumë. Dhe momentin që kam shfaqje,
vinë shoqëria ime dhe familja dhe me zi pres të mbaroj shfaqja të kthehem në shtëpi dhe ti ndëgjoj çfarë kanë për të thënë. Edhe i mirëpres çdo kritik, sepse më ndërtojnë profesionalisht. Cilat kanë qenë kritikat më të shumta që ti kanë dhënë shoqëria, ose një kritik që gjithmonë e mban mend që të është thënë, këtu duhet të ndryshosh, ose këtë stilin, ose ku ta di diçka. Jo, nuk kam pas çuditërisht tek pjesa e stilit shumë, sepse asaj që i përkas unë dhe që duhet të shfaq, dakordohen, sepse është pak më ndryshe. Unë mundohem të shfaq sa herë atë teatrin absurdit ose avangardin. Edhe mendoj se është më ndryshe dhe na duhet në shoqëri, sepse ka një diapazon më të gjerë mendimi ose si ta them, imagjinate. Edhe imagjinata dhe kreativiteti nuk mund të blehen, janë të shpirtit. Dhe kjo është më e bukur e kësaj. Shumë e vërtet. Dhe sigurisht që përkrahja nga shoqëria, nga familja, sigurisht që është shumë e rëndësishme edhe nga vetë kolegët. Dhe tani duke qenë se jemi duke folur edhe për përkrahjen, edhe për përkrahjen e shoqërisë edhe kolegëve apo familjarëve, do dua që të shfaqim një surprizë kemi për ty. Kështu që nëse ka mundësi regjia të shfaqim surprizën për videomesazhin. Përshëndetje Gent, përshëndetjet më të ngrohta nga Uskana. E ftohtë sot, por përshëndetjet i ketë ngrohta. Genti në vetvete është një djalë shumë interesant, i çuditshëm dhe absurd. Unë vërtet jem shumë i lumtur që s'pari e kam njohur, po pastaj e kam bërë edhe shok, e më pastaj kemi punuar bashk, më ka bërë regji, pastaj kemi ndarë edhe skenën së bashku dhe vërtet ka qenë gjësi shumë e bukur t'jesh me të bashk. Genti gjithashtu ka bërë regji të shfaqjes tregimi zoologjik me të cilën kemi pasur prezantime pastaj në për shumë festivale në të gjithë Shqiptarinë, edhe pse ma humbi mbushsen e laptopit, po ja falim këtë pjesë. Pastaj kemi luajtur një shfaqje të cilën e kemi prezentuar edhe në Basel të Zvicrës dhe ftoj Gentin që të tregoj disa përjetime të vogla andej. Kështu që Gent vërtet që një njeri shumë i veçantë, këtë gjë e ke dëshmuar edhe me punët e tua si në fakultet, ashtu pastaj edhe kur dole në profesion, me shfaqjet e tua shumë interesante, je një njeri që e kam thënë, je vetë absurd dhe si arsyet kësaj të një shumë mirë edhe teatrin absurd. Për këtë gjë normal që e konfirmojnë edhe dy kolegët e mi. Këtu. Kështu gjë. Faleminderit shumë Gent, të mbesi shky që je, vazhdo përpara dhe kënaqur. Gjitha të mirët. Wow. Nuk e prita. Faleminderit shumë. Përshëndes Rahimin, Dritanin edhe Arianin. I dua shumë si njerëz, më emocionu. Faleminderit për këtë surprizë. Nuk e prisja. Rahimin e kam bërë shumë shok të mirë. Gjatë kohës së studimeve edhe kur punuam bashkë. Ishte njëri shumë i përpik në punë, edhe kritike, edhe kjo më pëlqeu shumë sepse na ndihmonte gjatë gjithë kohës të ndërtonim shfaqjen ashtu si duhet. Edhe të shkonin në analiza shumë të thella. Të faleminderit shumë, ku e kam kamerën? Atje mund të drejtosh. Faleminderit shumë Rahim. Të përshëndes dhe çmë shumë që të kam shok. Faleminderit edhe Dritanit, edhe Arianit. Faleminderit shumë. Edhe unë falenderoj në fakt Rahimin, sepse me njëherë e dërgoj video në momentin që e kërkova dhe në fakt kur i tregova që do të kemi në emision, më tha ke një djalë fantastik në emision, kështu që patjetër do e gjej kohën për ta bërë edhe këtë video dhe e di që keni raport shumë të mirë miqësor, madje nuk desha që ta shfaq, sepse nuk e di a don që ta shfaqim, megjithatë ato që duan ta shohin, mbase mund ta shohin te Facebooku jot, nuk e di sa është publik apo privat, që bëra shumë interesant ishte një video që e kishit
ti duke kënduar, e Rahimi me Tahira. Shumë e bukur, mund të shfaqni pa problem, lirisht. Nuk më rriva në fakt edhe që ta marr, po që ishte shumë interesant edhe tash, shumë moment i bukur, pra e ke edhe këtë pjesën ti e përmende që e do edhe muzikën, edhe këtë për të kënduar. Nuk e di e kam atë talent të mirë, nuk e di si më ndëgjojnë tjerët, po e dua shumë këndimin. Muzika ka qenë një shkëputje nga realiteti për mua gjatë gjithë kohës dhe vazhdon të jetë. Kur këndoj jam totalisht out. Në një botë tjetër. Të ndihmon edhe për të frymëzuar mbase ndonjë këngë, edhe për të koncentruar, edhe për të frymëzuar dhe gjithçka. Po, përveç se frymëzimin e gjej përveç se tek njerëzit edhe tek muzika. Muzika më frymëzon shumë. Dëgjoj çdo zhanër të muzikës, rock, pop, hip hop. Të kohës vjetër, opera, muzikë folklori. Biles njëherë kam dash të afus në një shfaqje folklorin e Polonisë, për shembull. Kam përdorur folklorin e Tetovës, se kemi shumë interesant edhe shumë të pasur folklorin shqiptarit të vendit tonë, po edhe trevat e Tetovës janë shumë të pasura nga kjo pjesë, nga ana dokeve dhe gjithçka. Dhe dua gjatë gjithë kohës që ti shfaq këto pjesë të identitetit tonë, sepse kultura është ajo që e ruan historinë, të mos harrojmë. Sigurisht. Dhe kjo pastaj këto shfaqje kur shkojnë edhe jashtë, apo këto krime kur shkojnë edhe jashtë, edhe të tjerët mësojnë më shumë edhe për identitetin tonë dhe për kulturën tonë, gjë që automatikisht ju bën ju artistëve kontribues të shoqërisë dhe të kulturës dhe të traditave, atë që e folëm edhe pak më herët. Duke qenë se po afrohemi nga fundi, unë dua të të bëj një pyetje, sepse ti tash më njihesh në Ballkan edhe në vendet jashtë Ballkanit në Evropë, veç më ke marrë atë emrin si regjisor, si një regjisor shumë unik, do thoja, për shfaqjet unike, për stilin tënd unik që e ke, për mënyrën se si qasesh gjërave. Megjithatë, dua të të pyes çfarë nuk do doje të humbje nga vetja në momentin që do arrije një sukses madhështor. Sepse mund të ndodhë ndonjëherë që hap pas hapi, suksesi sigurisht e ke arritur këtë sukses hap pas hapi, po që ke një rrugë të gjatë përpara dhe unë jam shumë e bindur që sukseset do të vazhdojnë edhe më tej, kështu që cila do të ishte ajo gjë që nuk do doje ta humbisje nga vetja, me suksesin që do të vijë. Dhe zakonisht njerëzit, kur fitojnë një famë, bëhen arrogant, nuk e di pse. Dhe ju humbet ajo pjesë e shpirtit, e ndjenjave, kësaj frikojnë më shumë. Dhe normalisht nuk do doja ta humbja vendin, se zakonisht njerëzit që fitojnë një famë ose mbrin diku në jetë, largohen edhe nga vendi, këtë nuk duhet ta bëj asnjëherë. Edhe pse gjatë fillimeve kam qenë skeptik, frikohesha, a do arri ajo, nuk është se kam arrit diku ndi, jam ende person i pa punë, plus sepse merrem vetëm me projekte, dhe kjo mundësi nuk më është dhënë asnjëherë. E di që ndoshta një ditë do të vi mundësia dhe normalisht që e din të gjithë se mund të jap një kontribut shumë të madh gjatë gjithë kohës, jam i gatshëm të punoj 24 orë për këtë gjë, sepse kjo më mban gjallë, është ajo që më zgjon nga gjumi në mëngjes. Kjo është, frikojmë të mos e humbas shpirtin edhe shoqërinë dhe vendin tim. Shpresojmë shumë që mos i humbasësh sidomos vendit, sepse i duhen vendit njerëz si ty, kështu që mos jesh edhe ti nga ato që në momentin që të jepet një mundësi, sepse mundësit sigurisht që do të vinë, të jepet një mundësi për ta lënë vendin. Shpresojmë që të qëndrosh këtu, të jesh rezistent, pak më shumë rezistent dhe të qëndrosh këtu sigurisht. Shumë shkurt, projektet e radhës, çfarë të presim në muajt në vazhdim ose në periudhën në vazhdim prej teje? Kam përgatitur një shfaqje për fëmijë dhe presim që të jepet në reprizat në të ardhmen tash, sepse kemi pas një shkëputje, ka qenë ftohtë, kanë qenë fëmijët në pushime dhe dua që gjithë shkollat të marrin pjesë dhe ta shohin se çfarë është teatri, sepse kjo na mungon. Tek kjo pjesë do isha ndalë shumë dhe do kisha punuar më shumë për fëmijët, sepse me të vërtetë është një frymëzim dhe një edukim shpirtëror dhe shoqëror edhe në të gjitha sferat, dhe kjo na shërben shumë. Unë mundova të bëj një shfaqje më interaktive, të ketë një bashkëbisedim mes publikut, fëmijëve dhe aktorëve, dhe kjo ndodhi. Dhe premierën kur e kemi dhënë kam qajt, besam se
ka pas atë shumë publik, sa që njerëzit uleshin edhe në përshkallë. Edhe i pash fëmijët aq të lumtur që nuk i kisha parë ndonjëherë ashtu. Sikur kishte zbritur ndonjë, nuk e di, ndonjë angel nga qielli. Ishin aq lumtur se që qava se edhe e pash se sa e nevojshme është të punosh për fëmijët dhe me fëmijët, sepse janë ardhmja jonë, të mos të harrojmë këtë gjë. Kjo është ajo që kam përgatitur dhe pres që ta vazhdoj si repertor. Ajo që pres tashi është pjesa nga Ministria e Kulturës, nuk e di në qoftë se më kanë dhënë mbështetjen e projektit të radhës, ose jo. Kjo pritet të shihet. Shpresoj që të ketë një përgjigje pozitive edhe për projektin e radhës dhe sigurisht që shfaqja, si quhet shfaqja për fëmijë, që kur do të jetë Luaj me ne nga i Bërdeali. Luaj me ne. Pra kur do të jetë në teatrin e Tetovës, besoj do të shfaqet, kështu që të gjithë ju që doni ta shihni, duhet jeni aty edhe për fëmijët, për t'i motivuar edhe fëmijët dhe në fakt mirë që e përmende sepse shumë pak i çojmë në teatr fëmijët, edhe shkollat, bashkëpunimi me shkollat me teatret nuk është bash në nivelin e duhur, por që është mirë që edhe ju regjisorët e mendoni këtë pjesë për t'i përfshirë edhe fëmijët, sepse në atë mënyrë ato do fillojnë ta dashurojnë edhe më shumë teatrin, më shumë artin dhe do të vazhdojnë rrugtimet e tyre sigurisht që t'japin edhe ato pastaj kontributet e tyre. Sa ka rëndësi shkolla, sa ka rëndësi spitali, ka rëndësi edhe teatri, sepse është një tempull i dijes, i edukimit, i frymëzimit dhe i shpirtit, të mos e harrojmë se aty njerëzit vinë frymëzohen dhe edhe dëfrehen. Po, e vërtet. Gent, faleminderit shumë që ndave rrugtimin këtë bisedë kaq të këndshme. Faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Prizma. Faleminderit edhe ju, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë.